Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon gjendjen ekonomike, procesin e integrimit evropian dhe trajtimin e shqiptarëve në vend. Sipas BDI-s, ekonomia është përkeqësuar, investimet e huaja kanë rënë dhe inflacioni ka ndikuar në rritjen e kostos së jetesës. BDI thotë se vendi ka mbetur i bllokuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Mali i Zi, Moldavia dhe Ukraina kanë horizonte konkrete. Maqedonia e Veriut qëndron e vetme pa negociata, pa perspektivë. Me largimin e Hungarisë nga orbita e Moskës, Mickoski dhe Vučić kanë mbetur proksit e fundit të rus aktiv në rajon, dhe kjo reflektohet çdo ditë në retorikën vendimaren dhe lancet e Shkupit, thuhet në reagimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Koalicioni Vlen pretendon se ka konsensus të plot me partnerët në qeverisje për versionin aktual të reformave në arsimin e lartë. Në njoftimin zyrtar thuhet se anëtarët e koalicionit qeveritar arritën dakordsi të plot për versionin final të pakos së ligjeve për reforma në arsimin e lartë, një hap i rëndësishëm drejt një sistemi më të drejtë, më cilësor dhe më gjithëpërfshirës. Vlen thekson qartë se këto reforma nuk janë thjesht ndryshime ligjore, por një angazhim konkret për të ndërtuar një të ardhme akademike të qëndrueshme dhe konkurruese. Sipas saj, heqja e h-indeksit si kriter bazë për përzgjedhjen e kuadrit akademik është një vendim i drejtë që reflekton realitetin dhe nevojën për vlerësim më të balancuar dhe meritokratik. Ministri i Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska, premton në një takim të fundit me grupet e interesuara lidhur me ligjin për arsimin e lartë. Sipas saj, ligji do të hyjë në procedurë qeveritare për të parë nëse është në përputhje me ligjet e tjera dhe nëse është shkruar siç duhet në gjuhën juridike. Ndalesa e fundit do të jetë procedura parlamentare, informoi Ministri i Arsimit dhe Shkencës e Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska. Përparimi dhe hapat e ardhshëm në zbatimin e agjendës së reformave ishin në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Histra Mickoski, me ambasadorët e Bashkimit Evropian për të diskutuar mbi përparimin dhe hapat e ardhshëm në zbatimin e agjendës së reformave. Ai ka theksuar se agjenda e reformave nuk është vetëm plan në letër, por po jep rezultate konkrete dhe të matshme. Mickoski tha se në periudhën e kaluar është përshpejtuar zbatimi në të gjitha fushat kryesore. Disa hapa janë realizuar plotësisht, ndërsa të tjerë po avancojnë më shpejt se sa ishte planifikuar. Kryeministri Mickoski konfirmoi se vendi mbetet plotësisht i angazhuar me Bashkimin Evropian, politikisht, ekonomikisht dhe strategjikisht. Vjen çmimet e naftës në tregun aziatik. Nafta bruto Brent është 1.6% më e ulët në $93.97, ndërsa West Texas Intermediate ra me 1.5% në $86.15. Investitorët presin detaje për bisedimet të mundshme paqe SBA-Iran. Statusi një raundi të dytë të mundshëm të bisedimeve të paqes midis SBA-s dhe Iranit dhe Pakistan mbetet ende i paqartë. Maqedonia e Veriut ul çmimet e naftës. Komisioni Regulatori i Energjetikës njoftoi reduktimin me 1.5 denar për litër. Nga mesnata, Eurosuper BS95 do të kushtoj 80.5 denar për litër, ndërsa BS98 do të kushtoj 82.5 denar për litër. Po ashtu ulet dhe çmimi i dieselit, i cili nga mesnata do të kushtoj 94 denar për litër. Komisioni Regulator konfirmoi atë që qeveria e paralajmëroi gjatë fundjavës se bursat botërore nuk po qetësohen. Ministri Shqipriot i Transportit Aleksis Vafedes paralajmëron për rrezikun e mungesave të karburantit për avionët. Nuk jemi në një situatë të rrezikshme, por ekziston dhe mund të prek çdo qytetar, deklaroi ministri Shqipriot. Reagimi erdhi në Këshillin e Bashkimit Evropian në Bruksel, ku ai kryeson një videokonferencë jo formale të ministrave të transportit të mbledhur për të diskutuar krizën energjetike. Duhet të jemi të vetëdijshëm për të përgatitur për ballimin e kësaj situate që nuk do të kalojë lehtë, shtoi ministri Shqipriot. Sipas tij, Europa mund të përballet me një problem afatshkurtër të furnizimit me karburant dhe një problem afatmesëm dhe afatgjatë të kërkesës. Sipas Komisionerit Evropian për Energji, Dan Jorgenson, Europa po kalon nga kriza e çmimeve të larta drejt një krize të mundshme furnizimi që fillimisht mund të ndihet te karburanti ajror. Rajoni. Ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pretendon se ka mbështetjen e presidentit amerikan Donald Trump për postën e kreut të shtetit. Së fundmi ka pranuar një letër nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku thuhet se lidhjen e fortë të Kosovës me Amerikën do ta ruajmë bashkë sot e përherë. Falenderoj presidentin Trump për letrën e dërguar në përfundim të mandatit tim, të cilin e pranova mbrëm, si dhe vlerësimin që ai ka bërë punës son. Ashtu sikurse thekson dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë letër, mirëpresim vazhdimin e bashkëpunimit në vitet në vijim, deklaroi Vjosa Osmani. Kryeministri i Kosovës është i bindur se do të shmangen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Pas dështimit të bisedimeve me krerët e partive politike, Albin Kurti deklaroi se legjislatura aktuale duhet ta zgjedhë presidentin dhe të shmangen zgjedhjet e reja. Sipas tij, vendi nuk ka nevojë për zgjedhjet e reja dhe se institucionet duhet të funksionalizohen në tërësi nga përbërja aktuale e kuvendit.
Legjislatura 10 duhet ta zgjedh presidentin, duhet t'i evitojmë zgjedhjet e reja të cilat janë të panevojshme dhe nuk sjellin gjë të re. Këta 120 deputet duhet që t'i funksionalizojnë institucionet në plotëni, kemi kuvend, kemi qeveri, duhet të kemi edhe president. Albin Kurti deklaroi se shumica parlamentare ekziston dhe se partit duhet të respektojë rezultatin zgjedhor. Unë nuk po them që opozita është e parancishme, përkundrazi, kam bërë ofertë gjeneroze. Kryetari i LDK-s mund të bëhet zëvendës kryeministër, zëvendësi imi, dhe përveç se të jetë zëvendësi imi, njëkohësisht të jetë edhe ministri i punëve të jashtme, pra të kenë 4 ministri edhe të jetë zëvendës kryeministër dhe jo vetëm kaq, ose ta ketë versionin tjetër, nëse nuk i pëlqen të bashkëqeverisë, ta bëjmë rokadën ku Lëmir Abdigji ku ose dikush tjetër i LDK-s bëhet kryetar kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës refuzon ofertën e vetëvendosjes për të zgjedhur presidentin. Kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza i cilsoi si jo kushtetuese propozimet e ardhura nga kryeministri i Kosovës. I ofrohet posti i kryetarit të kuvendit me një lloj ndryshimi që vetëvendosjes me i kalue pozita e nën kryetarit të kuvendit, cilën aktualisht e ka Partia Demokratike e Kosovës. Nuk është as kushtetuese, për shkak se kushtetuta edhe rregullorja e punës së kuvendit është e qartë. Kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar të dalur nga zgjedhjet e fundit. Sipas kreut të PDK-s është e qartë se kryeministri Kurti është duke punuar për të çuar vendin në zgjedhje. Për Partinë Demokratike të Kosovës ky proces është përmbyllur dhe ne i urojmë partisë fituese sukses në zgjedhjen e presidentit me 98 deputet të tjerë të kuvendit të Republikës Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëron se vendi po shkon në zgjedhje të parakoshme. Shkak sipas saj është bërë mungesa një agjende të qartë zhvillimore dhe bashkëpunuese. Pas mbledhjes së kryesisë u tha se mungesa një agjende të qartë zhvillimore dhe bashkëpunuese fatkeqësisht po e shtyn vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Në mbledhjen e kryesisë u diskutua dhe për procesin e brendshëm zgjedhor i cili do të përmbyllet më 24 maj me mbajtjen e kuvendit të përgjithshëm zgjedhor, ku do të zgjidhen kryetari dhe strukturat e reja drejtuese të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kosova është bërë shteti i parë nga Ballkani dhe i shtati në botë që janë pranuar angazhime në Kartën Globale për reformën e kujdesit për fëmijët. Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare njofton se 5 angazhimet kombëtare për periudhën 2026-2028 të ndërtuara mbi legjislacionin ekzistues për mbrojtjen e familjes dhe fëmijëve janë miratuar plotësisht nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Sipas njoftimit, këto angazhime synojnë forcimin e politikave sociale dhe përmirësimin e sistemit të kujdesit për fëmijët në vend. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato kërkoi nga qeveria shqiptare plotësimin e 6 kushteve për mbylljen e kapitullit të 12 gjatë një takimi të organizuar nga qeveria me operatorë të biznesit për sigurinë ushqimore. Gonzato tha se përparimi në këtë sektor dhe harmonizimi me tregun e Bashkimit Evropian ka nevojë për investime, angazhim dhe leadership të fortë institucional. Tashmë Shqipëria ka hyrë në këtë fazë vendimtare të negociatave. Dhe kështu ecuria nuk matet më vetëm me qëllimet që ka Shqipëria apo me miratimin e legjislacionit, por matet me anën e sistemeve që funksionojnë, pra sisteme të cilat janë të harmonizuara me legjislacionin e BE-s dhe vijnë në zbatim siç duhet, por edhe inspektime që janë efektive dhe bazohen në rrezik të qartë. Kryeministri Edi Rama u bëri të qartë operatorëve të sigurisë ushqimore se mos përmbushja e standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian rrezikon falimentim. Ai bëri me dije se ka negociata me Komisionin Evropian lidhur me këtë pikë, por dhe nëse shtohen 5 vite, mbetet një kohë e shkurtër, deklaron kryeministri i Shqipërisë. Ne kemi natyrisht detyrimin të harmonizojmë kuadrin ligjor të Shqipërisë me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian në të gjitha drejtimet dhe patjetër edhe në këtë drejtim. Por për te harmonizimit të kuadrit ligjor, ne na duhet modernizimi i sistemit veterinar, na duhet modernizimi i rrjetit të laboratorëve, të cilat as nuk mund të konsiderohen në fakt detyra, por janë zgjedhje të pa tjetërsueshme dhe të pa shmangshme për të nesërmen tonë.
Nënkryetari i Komisionit Ekonomisë në Kuvendin e Shqipërisë në Bozë është përshqetësimin për presion të organive tatimore ndaj bizneseve për shlyerjen e detyrimeve të papaguara të cilat janë shuar nga paqja fiskale. Sipas në Bozdos, ligji i shuarjes së detyrimeve ka krijuar shumë probleme në ndërveprimin e bizneseve. Organet tatimore dhe Ministria e Financave nuk kanë nxjerrë aktet në ligjore duke krijuar një situatë absurde dhe të rrezikshme. Ministria e Financave nuk ka përmbushur detyrimin e saj ligjor për të nxjerrë aktet në ligjore të domosdoshme për zbatimin e këtij ligji. Ky mosveprim i qëllimshëm ose i papërgjegjshëm ka krijuar një situatë absurde dhe të rrezikshme, ku ligji ekziston vetëm letër, ndërsa administrata tatimore vazhdon të veprojë sikur ai të mos ishte miratuar kurrë nga Parlamenti. Mungesa e akteve nënligjore nuk është thjesht një vonesë burokratike. Ajo ka hapur rrugën për abuzivitet dhe presion nga ana e strukturave tatimore ndaj bizneseve, duke u dhënë atyre hapësirë për trajtime arbitrare, për interpretime selektive dhe për ushtrim presioni financiar mbi sipërmarrjen. Te kalojt plani të ardhurave në tërmujorin e parë 205 miliard lekë, me një rritje prej 13.3%. Tatimi mbi vlerën e shtuar ka kontributin më të madh në mbushjen e arkës së shtetit shqiptar. Shpenzimet e përgjithshme për periudhën e tërmujorit të vitit 2026 arritën në rreth 156 miliard lekë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, u mblodhen rreth 24 miliard lekë ose 13.3% më shumë. Të ardhurat e arkëtuara nga tatimet e doganat për muajt janar-mars 2026 janë në shumën 130.6 miliard lekë, krahasuar me janar-mars të vitit 2025 janë mbledhur rreth 5.8% më shumë. Kryeministri i Shqipërisë premton se programi kombëtar dyfishon ndërmarrjen tënde nuk do të aksesohet nga ndërmarrjet të mëdha, por do të jetë në dispozicion vetëm të startupeve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Duke u ndalur tek programi dyfishon ndërmarrjen tënde, Rama informoi se programi kombëtar do të lançohej së shpejti dhe në fund të muajit prill do të bëhet dhe marrëveshje mes Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë të qeverisë. Kjo linjë financimi sipas tij do të mbështesë çdo përpjekje të kujdoj që ka një ndërmarrje të vogël dhe të mesme dhe që ka ambicie të arrisë atë. Do të kemi marrëveshjen mes Bankës së Shqipërisë, bankave të nivelit dytë dhe qeverisë për një linjë financimi të mbështetur nga qeveria shqiptare për të mbështetur çdo projekt të kujdoj që ka një ndërmarrje të vogël ose të mesme dhe ka ambicien që ta rrisë atë. E kemi quajtur programin dyfishon ndërmarrjen tënde, por nuk do të thotë që duhet të jetë patjetër dy fish, mund të jetë dhe 50%, mund të jetë edhe 3 fish, varet nga projekti. Edi Rama zhvilloi një takim me përfaqësues të agroturizmit në Tiranë për të folur për paketën e maleve, por dhe për programet e tjera që po zbatojnë për të mbështetur sipërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha në takimin me komisionerin për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos në Bruksel diskutoi zbatimin e agjendës së reformave në kuadër të planit të rritjes. Hoxha nënvizoi se harmonizimi i vazhdueshëm me standardet e BE-s, forcimi i sundimit të ligjit dhe një gjyqësori të pavarur dhe profesional si dhe progresi i qëndrueshëm në të gjithë grup kapitujt negociatave mbeten prioritetet tona të përditshme. Gjatë takimit u theksua dhe rëndësia e një komunikimi të qartë mbi përfitimet dhe mbi përgjegjësitë e zgjerimit me synim rritjen e mbështetjes publike dhe nxitjen e transparencës. Komisioneri Evropian për zgjerimin paralajmëron 6 vendet e Ballkanit perëndimor se rrezikojnë të humbasin mbi 700 milionë euro fonde. Përmes një deklarate me shkrim, Marta Kosu ka kërkuar të gjithë vendeve të përshpejtojnë reformat e parashikuara në planin e rritjes në mënyrë që të shfrytëzojnë plotësisht potencialin e kësaj pakoje financiare. Këstin e parë ose disa mjete nga plani i rritjes i kanë marrë 5 shtete të rajonit me përjashtim të Bosnjë dhe Hercegovinës, e cila është vënuar me miratimin e agjendës reformuese. Fundi qershorit të këtij viti përbën momentin ku secili vend hyn në të ashtu quajturin moment të humbjes së përhershme, nëse nuk i përmbush reformat e dakortuara më herët. Sipas burimeve në Bruksel, Kosova rrezikon të humbasë rreth 68.8 milionë euro, Shqipëria 67.7 milionë euro dhe Maqedonia e Veriut rreth 49.2 milionë euro. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.